Ish finalistja e edicionit të tretë të Big Brother VIP Kosova, Gjeneta Fetahu, ka kaluar një ndërhyrje kirurgjikale gjatë ditës së djeshme. Një lajm që ka tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve të saj dhe publikut që e ka ndjekur rrugtimin e saj në reality show. Vetë Gjeneta ka vendosur ta ndajë këtë moment delikat me fansat, duke treguar se i është dashur të operojë hundën për arsye shëndetësore. Edhe pse nuk ka hyrë në detaje të shumta rreth problemit konkret, ajo ka lënë të kuptohet se bëhej fjalë për një shqetësim që kërkonte patjetër ndërhyrje profesionale dhe nuk mund të shtyhej më. Ditën e sotme, ish-banorja ka publikuar në rrjetet sociale një foto pas operacionit, ku shfaqet e shtrirë, ende me fasha dhe në proces rikuperimi. Pavarësisht gjendjes pas ndërhyrjes, ajo duket e qetë dhe e buzëqeshur lehtë, duke dhënë sinjale pozitive se gjithçka ka shkuar mirë. Por përtej aspektit personal, Gjeneta ka zgjedhur ta shfrytëzojë këtë moment edhe për të dhënë një mesazh të fortë ndërgjegjësues për të gjithë ndjekësit e saj. Ajo ka theksuar rëndësinë e zgjedhjes së mjekëve të specializuar dhe klinikave të sigurta, sidomos kur bëhet fjalë për ndërhyrje kirurgjikale. Mos ja besoni shëndetin kujtdo. Operacionet bëhen vetëm nga specialistë të vërtetë, sepse dora e gabuar të merr në qafë jetën, ka shkruar ajo krahas fotos, një fjali që tregon qartë se përvoja e saj nuk ka qenë e lehtë dhe se rasti ka qenë mjaft delika. Mesazhi i saj është pritur me shumë reagime, ku ndjekësit e kanë falënderuar për sinqeritetin dhe guximin për të folur hapur. Në fund të postimit, Gjeneta nuk ka harruar të shprehë mirënjohjen e saj për stafin mjekësor që u kujdes për të gjatë gjithë procesit, duke i falënderuar për profesionalizmin dhe për kushtimin. Po ashtu, ajo është shprehur falënderuese edhe ndaj Zotit që operacioni ka përfunduar me sukses. Fansa dhe miqtë e saj virtuali kanë mbushur komentet me urime për shërim të shpejtë, duke i qëndruar pranë në këtë moment jo të lehtë. Shërim sa më të shpejt, Gjeneta. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.